Për aeroportin e Vlorës, askush nuk po thotë vërtetën. Imagjinoni, aeroporti i Tiranës vitin e kaluar ka bërë një xhiro prej 110 milion euro, nga të cilat 40 milion euro kanë qenë vetëm fitimi. Edi Rama e di shumë mirë që ditë që do hapet aeroporti i Vlorës, xhiroa këtu do bie me të paktën 1/4 dhe fitimi do zhduket pothuajse. Dhe për mos të humbur këto para, Edi Rama ka vendosur që Pacolli nuk mund të jetë pronari i aeroportit të Vlorës. Kjo është arsyeja pse janë vërsulur me sulme mediatike, prokurori dhe me histori rusësh. Që afera e aeroportit të Vlorës duhet hetuar, kjo nuk ka asnjë dyshim, po për këtë ka nevojë për një video tjetër. Tani do ju tregoj pse koncesioni i aeroportit të Vlorës është një aferë korruptive, një kryevepër korruptive në fakt. E kryer nga Edi Rama dhe Balluku në 3 akte. Akti i parë ka qenë përcaktimi i fituesit. Për aeroportin e Vlorës paraqiten 2 oferta. Një vjen nga Pacolli, kompania turke dhe Ademi, të cilët ofrojnë 108 milion euro për të ndërtuar aeroportin e Vlorës, dhe tjetra vjen nga një kompani angleze e cila ofron 80 milion euro për të ndërtuar aeroportin. Çfarë bën Edi Rama dhe Balluku? Largojnë kompaninë angleze duke skualifikuar dhe shpallin fitues Pacollin me ortakët e tij. Por kompania angleze nuk dorëzohet. Çfarë bën? I drejtohet Spakut. Dhe Spaku fillon hetimet. E lëm këtu Spakun për një moment. Ky është akti i parë, largimi i anglezëve dhe shpallja e fituesve nga Edi Rama. Akti i dytë ka të bëjë me largimin e kompanisë turke. Kompania turke shet 40% të kuotave te Pacolli për vetëm 4.000 euro. Praktikisht, pasaj shitje qartësisht fiktive e autorizuar nga Balluku me autorizim zyrtar, Pacolli ka 98% të kuotave dhe Ademi ka 2% kuota. Ky është akti i dytë, largimi i kompanisë turke. Tani vim te akti i tretë. Akti i tretë ka të bëjë me marrjen e aeroportit të Vlorës dhe me largimin e Pacollit. Ndërkohë që Pacolli ka 98% kuotave dhe pranon dhe ka nënshkruar kontratë nëpërmjet përfaqësuesit të tij për transferimin e 49% kuotave për vetëm 4.700 euro tek Ademi, i cili zotëron vetëm 2%, Ademi bashkë me Ramën dhe Ballukun duan vetëm 49% kuotave. Tani duan shumicën e kuotave. Dhe kjo del nga vendimi i gjykatës, ku thuhet që Ademi nëpërmjet kompanisë 2A Group kërkon konvertimin e një detyrimi financiar të pretenduar nga Ademi ndaj aeroportit të Vlorës prej 15 milion euro në aksione të kompanisë koncesionare të aeroportit të Vlorës. Praktikisht, Ademi me Ramën dhe Ballukun duan më thjesht 49% kuotave, siç në fakt Pacolli e ka njohur këtë detyrim, por duan shumicën e aksioneve. Dhe ky është akti që ne po jetojmë sot, largimin e Pacollit. Tani, në dorë të Spakut kemi abuzimin në aktin e parë, largimin e anglezëve në shkeljet e ligjit, të cilët do kishin ndërtuar aeroportin e Vlorës me vetëm 80 milion euro, kanë largimin e kompanisë turke, e cila ka shitur 40% të kuotave për vetëm 4.000 euro, dhe kanë edhe tentativa për të larguar Pacollin. Presim që Spaku të bëjë detyrën dhe të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata që kanë abuzuar me këtë aferë korruptive.